sa nuk ka, ama për të fituar një bast historik sa nuk ka. Me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Ky është një mandat për të bërë një me fatin evropian që kalorësi mbi kokat tona, profeti ynë kombëtar Gjergj Kastrioti na e përcaktoi si fatin ton të patitërsueshëm dhe që pasti brezat tërë shqiptarësh e bartën duke e fshehur, duke e nxjerrë përsëri, duke e mbuluar, duke e rizbuluar përsëri, duke e mohuar me gojë, duke e ripohuar me akte në kalvarin disa shekullor për mbijetesë. Derisa rilindasit tanë, herojtë e pavarësisë, luftarët e mendimit patriotik shqiptar, na e lanë të shkruar me alfabetin shqip dhe të stampuar në flamurin e kuq me shkapën të krenare, përmes një odiseje të pafundme, kapërcimi kora shtypse dhe mjegullash verbuse, që për ne dielli lind andej nga Perëndon dhe askull tjetër. Ky është një mandat për ta mbartur me shpirt ndërdhëm gurin e pavarësisë, të drejtësisë dhe të barazisë para ligjit, derisa të mos e luaj më topi nga themelet e ngrejinës europiane të shtetit shqiptar, ku fantazmat e pandushkueshmërisë nuk do të gjejnë më kurrë vend. Ky është një mandat që shqiptarët na e besuan ne në një kohë kur gjëmimet dhe kanosjet e luftës dhe rëmuja e re gjeopolitike paralajmëron kohë me sfida të mëdha përpara. Sepse shqiptarët e dinë se vetëm ne dhe askush tjetër mund ta udhëheqim Shqipërinë në një kohë të tillë, pa humbur busullën dhe pa humbur ritmin. Ky është një mandat për një sfidë historike e cila na imponon të bëjmë çmosin për të qenë sa më të bashkuar dhe sa më të vetëdijshëm për fatin që na ka ardhur në dorë, po nuk na ka ardhur për gjithmonë. Prandaj na takon ne i japim fund historisë si një popull i dorës dytë, të nëpërkëmbur dhe të përjashtuar nga fati i vet, dhe i dorëzojmë fëmijëve tanë një vend brenda kufive të Bashkimit Evropian, ku askush më kurrë të mos e shoh shqiptarin si të huaj dhe ku shqiptarët të jenë përgjithmonë zot barabartë shtëpie. Ky është një mandat për një Shqipëri të re, me një pozicion dhe fuqi të re, për të cilën ne do të arrisim prodhimin kombëtar nga 25 miliard euro që e kemi sot në 35 miliard euro. Do t'i rrisim të ardhurat për frym nga 10.400 euro që i kemi sot në të paktën 15.000 euro. Do të arrisim pagën mesatare në sektorin publik nga 1.000 euro që e kemi sot në të paktën 1.200 euro. Do të arrisim pagën e përgjithshme mesatare nga 830 euro që e kemi sot në mbi 1.000 euro. Ky është një mandat ku ne do të jemi më pranë se asnjëherë pensionistëve, me synimin që ta ngrem pensionin minimal në 200 euro, ndërkohë që pagën minimale do ta ngrem nga janari 2026 në 500 euro. Dhe në Shqipërinë 2030 paga minimale do të jetë të paktën 650 euro. Ky është një mandat për Shqipërinë turistike, me investime shëmbullore të nivelit më të lartë nga veriu në jug dhe me Tiranën si platformë me një koleksioni spektakolar të arkitekturës. Ky është një mandat për Shqipërinë me një industri të rilindur ushtarake dhe me një industri të zhvilluar agro-ushqimore. Ky është një mandat për Shqipërinë me një nivel ende më të lartë sigurie dhe rrugë kombëtare, qytete të mëdha e shkolla të mbuluara me kamera inteligjente për sigurinë e të gjithë fëmijëve tanë rreth parë. Ky është një mandat për Shqipërinë me një qendër shëndetësore rajonale ekselence në kompleksin e QSUT-s dhe një spital ultramodern të gjeneratës fundit në zonën e Durrësit. Ky është një mandat për Shqipërinë me një universitet evropian mjekësie dhe me një nivel të ri mbrojtje të mjedisit dhe administrimit mbetjeve.
Ky është një mandat për Shqipërinë me shërbime ende më moderne për qytetarët digjitale, me një arsim ende më të zhvilluar digital, me parqe të zhvilluar digjitale dhe me një ekosistem shumë më të zhvilluar digital. Ky është një mandat për Shqipërinë me korridorin blu dhe korridorin e 8 që do të hynë në operim, me portin e madh tregtar të Durrësit që do të hynë në operim, me portet turistike në operim, me të 4 aeroportet në operim dhe me kurudhat kryesore në kantier. Ky është një mandat me besim të lartë, për një besim të lartë tek Shqipëria. Tamam siç e pa Naimi kur u ngazllye dhe këndoi jak e vërtet, seri e qetë për Shqipërinë ditët e mira pas këta i vinë, shkoi errësira, lum kushtërojnë, ta shoh zonjë. Motra dhe vlezër, shok dhe shoqe, është disa të herë gjatë këtyre javëve që do të përsëris se unë nuk besoj tek rastësitë, se nuk ka mundësi tjetë kaq e mrekullueshme rastësia, kur pasi populli, duke e përgjigjur fuqishëm thirrjes son nga ky shesh e pastaj në të tëra sheshet e rrugët e Shqipërisë, i ka transformuar zgjedhjet politike në një referendum për bashkimin sa më parë të Shqipërisë me Europën. Europa mbar do vi e do zbres në këtë shesh, duke filluar nga nesër, me tërë udhëheqësit e saj, ndër të cilët kryeministri i Britanisë së Madhe vjen i pari për ta nisur qëndrimin e tij në Tiranë me një vizitë bilaterale e para në histori e një shefi të qeverisë britanike, ndërsa presidenti i Francës largohet i fundit pasi do të qëndrojë pas summitit për vizitën e tij të dytë bilaterale në Tiranë. Shqipëria e 3 ditëve që vijnë do të jetë në kuptimin e vërtet fjalës qendra e Europës.